Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të rifillojnë testimet bërthamore pas më shumë se 3 dekadash. Urdhri është dhënë nga presidenti Donald Trump, i cili përmes një postimi në rrjetin e tij Truth Social deklaroi se ka kërkuar nga Departamenti i Luftës që testet të nisin menjëherë. Për shkak të programeve të testimit që po zhvillohen në vende të tjera, ka udhëzuar Departamentin e Luftës të fillojë testimin e armëve tona bërthamore në mënyrë të barabarta. Ky proces do të nisë menjëherë, tha Trump, ndërsa udhëtonte drejt Koreas së Jugut për një takim me presidentin kinez Xi Jinping. Mesazhi i tij i papritur ka shkaktuar reagime të menjëhershme në arenën ndërkombëtare. Agjencia shtetërore ruse RIA citoi një ligjvënës të lartë të Moskës, i cili paralajmëroi se vendimi i Trumpit do të hapë një epokë të re pasigurie dhe konfrontimit të drejtpërdrejtë midis fuqive bërthamore. Nga ana tjetër, Ministria e Jashtme e Kinës e kërkoi Washingtonit të respektojë zotimin për pezullimin e testimeve dhe të ruajë ekuilibrin dhe stabilitetin strategjik global. Nuk është bërë ende i qartë nëse testimet që parashikon Trump do të përfshin shpërthime bërthamore, të cilat kryhen nga administrata kombëtare e sigurisë bërthamore apo prova me raketa të armatosura me koka atomike. Ekspertët e sigurisë ndërkombëtare kujtojnë se prej më shumë se 25 vitesh asnjë fuqi bërthamore përveç Koreas së Veriut nuk ka ndërmarrë testime të tilla. Ky zhvillim ndodh në një moment të rritjes së tensioneve ndërkombëtare dhe pas zgjerimit të ndjeshëm të arsenalit atomik të Kinës, si dhe pretendimeve të Rusisë për testime të reja me raketa dhe silur me fuqi bërthamore.